Policia kufitare në Qafbot në bashkëpunim me shërbimet e Frontex vë në pranga një 31 vjeçar të huaj që po shoqëronte një grup emigrantësh me qëllim kalimin e palishëm të kufirit drejt Greqisë kundrejt pagesës, në kuadër të masave të shtuara për parandalimin dhe goditjen e rasteve të dhënies së ndihmës për kalim të palishëm të kufirit shtetëror, si dhe në zbatim të detyrave për kontrollin e territorit në vijën e gjelbër kufitare. Shërbimet e policisë kufitare në Qafbot në bashkëpunim me Frontex zhvilluan kontrolle intensive në zonat me risk. Gjatë këtyre kontrolleve mbrëmjen e djeshme, në zonën e Kataetos u konstatua një shtetasi huaj që po shoqëronte një grup prej 7 emigrantësh të palishëm me qëllim kalimin e tyre të palishëm në territorin grek. Në vijim të veprimeve procedurale, u bë arrestimi në flagrancë për veprën penale, dhënia e ndihmës për kalim të palishëm të kufive shtetëror, i shtetasit me iniciale FK 31 vjeç, banues në Mbretërinë e Bashkuar. Nga hetimet paraprake rezultoi se ky shtetas kishte ndërmarrë shoqërimin e personave të mësipërm kundrejt pagesës me qëllim kalimin e tyre të palishëm në Greqi. Materialet procedurale u referuan në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarand për veprime të mëtejshme.